25.000 hektar me pije dhe kullota janë regjistruar në hartën katastrale të Bashkisë së Dropullit. Kjo pasuri natyrore është bërë shpesh objekt studimi dhe ulëmtimi i studiusëve vendase të huaj, duke promovuar florën dhe faunën e Dropullit dhe të Pogonit. Bashkia e Dropullit është ndër bashkitë që ka një fond pyjor dhe kullësor më të pasur në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Mund të përmendim që fondi pyjor i Bashkisë Dropullit përbëhet rreth 10.500 hektar, ndërsa fondi kullësor rreth 14.980 hektar. Do me thënë është një sipërfaqe e madhe e përfshirë dhe mbuluar me pyje dhe kullota. Për menaxhimin e këtyre pyjeve dhe kullotave, aktualisht neve përdorim të dhënat e sipërfaqeve të vendimit të Këshillit të Ministrave. Drejtuesit vendor kanë pasur si objeksion përfundimtar digitalizimin e kësaj pasurie natyrore të pijeve dhe kullotave. Në bazë të sistemit Alfis, që ka qenë dikur në bashki dhe ish komunat, i cili aktualisht sot nuk funksionon dhe në të ardhmen, po përgatitet që ky sistem të jetë përsëri në përdorim. Neve aktualisht përdorim të dhënat e inventarit të pyjeve të vitit 84 dhe të dhënat e inventarit të kullotave të vitit 85 me harta topografike të shkallës 1/25.000. Drejtoria e pyjeve të Bashkisë Dropull ka bërë një përditësim kadastral gjatë vitit të kaluar në sektorin kullësor, ku kemi hedhur të dhënat e inventarit të pyjeve për çdo ngastër në të dhënat e sipërfaqeve të vendimit të Këshillit të Ministrave, dhe ky përditësim është bërë jo vetëm për sipërfaqe dhe për kapacitet kullësor, por është bërë dhe për të dhënat e gjendjes së kullotës, e dobishme, e padobishme ose e shkëmbore. Njëkohësisht, pjesë e ulëmtimit të pijeve dhe kullotave në Dropull si dhe zhvillimi ekonomik në zonat malore të banuara janë për tashmë edhe projekte ndërkufitare të Bashkimit Evropian.